Banor, vëmendje. Vëmendje e kanë shkuj shumë të madhe. Sot keni një aktivitet nga Imotreg. Imotreg është kompani digitale e patunshmërisë për tregun e Kosovës, ndërsa platforma dhe aplikacioni janë realizuar nga një kompani zvicrane. Para se të shkoni në gaming room, duhet të ndiqni me shumë vëmendje një video për Imotreg. Wow! Ta që ne kam bu duksat. Po, ata që po. Du që ulemi. Një banesë për qira, apo dëshiron të shesësh pronën tënde, tani ka një mënyrë shumë më të lehtë. Deri tani, kërkimi për prona në Kosovë ka qenë ndërlikuar. Shumë faqe, informacione të pasakta dhe shpesh pa rezultate. Prandaj, ne krijuam Imotreg, platformën më të re dhe më të besueshme për tregun e pasurive të paluajtshme në Kosovë. Me vetëm disa klikime, mund të gjesh shtëpinë, banesën apo tokën e ëndrave të tua. Kërko sipas qytetit, çmimit apo tipit pronës. Shiko foto reale dhe video të pronës dhe kontakto direkt me shitsin ose agentin. Çdo ditë publikohen shpallje të reja, gjithmonë të përfituara dhe të verifikuara. Me Imotreg, ose kohë, shmang stresin dhe gjen atë që kërkon. Shpejt, lehtë dhe me besim. Shkarko tani aplikacionin Imotreg ose vizito www.imotreg.com. Imotreg, prona jote në duart e tua. Të shkarkoj me një herë. Një banes, lutëm. Da, që ty kur që ti shpia tua të ashtë. Vaj marrë me ta këthy zarfin i tash. Pa Imotreg. O, detajes. Jeti ajo, qajo që e do në zemra. S'kemi. Lejot në të dorën. Si e në mirë. Mirë. Si shenë. Pelash. E jeni mirë. Si e. Bello! A jeni mirë. Qa ki bu? Si shenë. S'kemi. Kela mirë. S'kemi. A jeni mirë. Si shenë. S'kemi. Faleminderit. Besoj videot e pot. Pe deni pe presën në vardit në zjan. Sa është po më duket vetja pak si profesor, po. Të ka hije, të ka hije. Që kemi? Videon e patë dhe e keni pa para prakesh ma përpara duksat ja u ka pru Imotregu. Imotregu është një kompani digitale e patunshmërisë që funksionon në tregun e Kosovës. Po qa keni me boj ju? Okej, pe presin dhe labin. Hajt, okej. Keni me lujt një aktivitet që ka me fitu dikush për juve. Banisa? Shë problem. Një vit banim. Oj, na E pas këtë nëzejtë. E njëshit e 10 asan si kletjerë. 7. Jo, është edhe pak nëzejtë, përshëndetje. Ja s'kush pak faqet, po së Nëzejtë e keni këtu shumë. nga ngjyrat portokalli. Niko plus, ki shkripu në ova. Po, më në qëtë. Ku e do sy? Jo. Mundet edhe në flok. Se bëjmë flokët më mirë. Më të shnetshme. Ta shumë një. Sa turtë. Sa që të si. Qa? Faleminderit. Shumë më jullu aty. Edhe që shkeshtu ju kallëzu, ju keni me bo një loj, fillimisht keni munda 2 grupe, kapiteni ka mi nda ka 2 veta. Për shkak se jeni 15, suanitet të aurorë t'i bjen 3 veta më konë. Keni me bo një video promovuese për Imotregu, në ndërkohë ju tregoj qa keni me bo, edhe video ka më postu në Instagramin Imotregu. Video që merr mas shumë t'i lajka, 2 veta që jenë në grupë kanë me fitu ka një iPhone 17 Pro Max. Kështu që kjo është problemi për banor që e bëjnë më smiri. Kështu që limit mas pari kështu thonë, mi ndoh kanë po dënë, dhe mas andena vini e tërhekni, këtu e keni atë thimin që a keni me bo, që keni me prezentu. 2 grupa, po? Alba dhe Dolce. Okej? Ti, do me thonë... Po mundën marrë me tërhekni. Po.
1 letër. Çdo ti. Të marrë një? Kënë dolqen me... Një mja thëmë për këtë Tash ti the Kënë e ki bo një grup ti? një grup Benita, një Me grup dolqen, okej. A me ato një? Po, mirë është. Quindi? Grupi tjetër? Grupi tjetër Ludo Lavi. Okej. Vesh një në letër. Temera. Dhe shumë shku? Klodi Eliona. Vesh një në letër, mirë është. Dyki. Noti Aurora. Unë Aurora. Tu Aurora, se i kamë. 3 veta jeni tani aty në grup. 2 iPhone-a janë. S'ka lidhje që Hajde, drejtë s'ka të temin e merë këte. Okej, zanë. Hajde. Arditi Nita. Jo, ato e bashkë me lëndrimin. Okej, jeni bashkë. Arditi Geta. Okej? Arditi me gjerën. Likes, po. Labinoti Alba. Labinoti Alba. Okej, Anita Alba. Jo. Okej. Pushtrimi Alba, ngel një. Ha, Olva, Tash po të neve- pëlqen? Okej, të rajtë. Edhe një me grup zgjedhën jetë e? ti me Zidhe ti. Labinoti. Okej, të rajtë një unë i cili doni. Ti me limin. Po. Edhe tash a mundem më ullë, veç të kryme dhe qëta dhe po vazhdojmë. Jo, do një me folë, e bani si një rol, po veç që ju shpjegoj pak ma shumë për Imotregun, tani tu poju këtu, ato edhe e zhvilloni ju veç, shpo edhe një rol. Jo, veç të krym një reprezentimin, tana unë e dal, ju e vazhdojnë i bëni rolet. Ja shite ti me një herë. Mirat me këtë biznes. Kemi që fitaj e folë. Mas që të kryo që ki prezentimi. Tu këna e mu? Po. Unë e dal, ju vazhdojnë. A ulem edhe 2 minuta, shpejta. Po. A jena okej, a mundem me vazhdu? Vazhdojmë të lutna me slajdin tjetër, edhe një tjetër këta ju tragova. Fitusi shpallet me 26 janar. Fitusi shpallet me 26 janar, do me thonë 2 Pala, iPhone-a. ma 2 veta apo 2 iPhone apo një? 2 iPhone-a. Nëse fitoni grupi juj, 2 iPhone-a i meni. Bry. 7 Pro Max-a. Që që tregova ma eret, një më tregu është një kompani digitale e patundshmërisë për tregën në Kosovës, ku në fokus e ka shitjen, blerjen edhe qirahdhënieve e patundshmërive dhe të parcelave. Platforma dhe aplikacioni është zhvilluar nga kjo kompania zvicrane dhe qëllimin, duke pas se ka shumë faqe në Kosovë që folin për patundshmëri e këto nuk janë shumë kredibile dhe të besueshme, kjo ka një qëllim një transparencë, efikasitet edhe komplet digitalizimin e sektorit të patundshmërive. Për me vazhdu tutje, kemi shumë sfida të cilat janë aktuale në Kosovë, pra që ceka pak më herët, po ashtu kemi që shumë klient nga jashtë që jetojnë jashtë, nuk e njohin fare kompani këtu lokale që ofrojnë toka, parcela ose edhe patundshmëri të ndryshme të banesa ose ku e dione. Këta i njoftojnë klientët nga jashtë, i njoftojnë me çka ka këtu në Kosovë, çka ka tokat e Kosovës. Marketingu të e di që edhe marketingu për prona është shumë i shtrajt, investimi i marketing merr edhe shumë kohë, po ashtu edhe mungon një platformë e centralizuar. Ajo që ka ofron, vazhdoj me slajdin tjetër lutna, që ka ofron Imotregu është si pikë e parë, që është kryesore është kontakti me diasporën. Për shkak se e dim investimet e diasporës janë shumë të mëdha në Kosovë. Mas ndaj na kena që Imotregu non-stop bën marketing në platformën e vet, ku aty përfitojnë shumë partner. Do të thonë nëse ti e vendos banesën tonë me jap me qira në Imotreg, ata e reklamojnë aplikacionin, po duke reklamuar aplikacionin, vjen edhe pjesa jote e banesës, ju del njerëz më shumë, ka një audiencë më të gjerë.
Po ashtu në Imotreg ka partner ose investitor që kërkojnë çdo ditë për të dashur të blejnë prona të reja. Për kë është Imotregu? Imotregu është për individ që shesin nëse japin me qira prona. Për njerë nga Kosova ose nga diaspora që kërkojnë me ble prona, edhe për kompani të patundshmërive që kanë lloje të ndryshme të pronave dhe që dojnë mi fut në Imotreg. Po ashtu ka dhe agent imobiliar të cilët punojnë për klientat e tyre. Pra është një platformë qendrore që e lidh kërkuesin edhe ofruesin. Audienca jonë është shumë e gjerë. Në më thonë, ka brenda vitit, ka blerës të vërtet brenda dhe jashtë vendit. Kem për Kosovës, për Zvicrës, Gjermanisë, Shqipërisë, Amerikës, Suedisë, Britanisë madhe, kështu me radhë. Pra ka një audiencë që nuk e ka veç Kosovën, për i ka për dhe ma gjërë. Aplikacioni i Imotregu lansohet me datën 30 janar, për shkak se tash është vetëm si platformë, me 30 janar dhe munden me pasë të cilën në telefonin e vetë, ku do në çdo moment. Pra është platforma juaj për prona. Nëse nuk keni ndonjë pyetje që po besoj këtë pyetje keni më pas çish me fitu iPhone-at. Po vështirë. Cila është përqindja juaj në shitje dhe mbledhje? Përqindja e Imotregut. Kjo është një gjë që ta shpjegojnë kur dën ti me investu. Edhe një pyetje. Ajo kallzova çysh e tregova fix limit. Edhe një pyetje. Pyetje shumë e pritshme. Normalisht. Pona. Në momentin po themi që zgjedh një pronë edhe ti ke foto, çmimin e tjerë, hyn me njëherë në kontakt me shitsin nëpërmjet Imotregut apo po nëpërmjet, domethënë me agentin Imotregut dhe pastaj krijohet ai e sheh, domethënë çka ke qit ti, edhe ka audiencën më. Jo, unë që dua të blej. Pra në momentin që zgjedh një pronë, kam foto, kam çmimin, kam lokacionin e gjitha me radhë. Hy direkt në kontakt nëpërmjet Imotregu aplikacionit me shitsin. Po. Jo se ka me agentin. Do me thonë me Imotregun. Nuk është thjesht një sistemi centralizuar digital, po Imotregu ka centralizuar edhe pjesën e agentëve. Komplet, do me thonë. Për këtë pjesë. Po. Do me thonë si monopol, në fakt. Jo, s'mund t'jetë monopol. Nuk mund të ketë vetëm Imotregu agent. Imotregu është kryesorja, do me thonë, që ti vendos krejt, ku ti futesh me një vend edhe i ki krejt. Nuk ki nevojë ti me dalë diku me lyp banes, diku me lyp tokë, diku me lyp shtëpi ose diçka. Po, ama agentët janë të bizneseve të tjera që janë real estate-et e tjerë, po thjesht janë mbledh gjithë në Imotreg, kontaktet e tjera. Imotregu i mbledh të gjitha dhe vendos atë. Jo ashtu që, po, okej. Çdo person privat ka një banesë, ka një tokë, ka një, domethënë shtëpi me qira, hyn tek Imotregi dhe bën, po prita marroj, po jo më nuk është puna gjete, pastaj është këta të reklamojnë pronën tuaj që të shitet, ose të blehet, ose të jepet me qira. Ky është një aplikacion online, është 24/7 që mund ta përdorësh dhe të ndihmon në çfarë po kërkon. Pra unë vetë si person rase kam për të shit një pronë, po, mund ta e fus drejt për drejt aty parë në kontakt me agent për ta fut aty. E kek online agenti, ky është agenti, Imotregu është agenti. Imotregu është agenti. E pastaj kursen edhe kohë edhe kosto edhe komplet, për shkak se në pjesën e marketingut shumicën e kohës merret vetë Imotregu, pa pas nevojë që vetë klienti me me ndërhy. Kompani zvicrane edhe pona. Shumë super. Në Imotreg nuk paguaj kursan, apo? Jo. Dhe më thonë me fut aty, pasandej na është ajo pjesa që... Pjesa shka kryni jo. Për mi o shpjegu lojen, besoj i keni lexuar se cili ato qa keni me bo, edhe tash bazum qëto, ju bojni, s'po di cila ju ka ra, kush e ka një këtë të parën, për shembull. Skeptikun e jom ti. Po, tash ju për shembull njëri është aja, edhe ju keni mbas të këtij roli, ju keni me bë rolin për keni me keni me zhvillu këta për Imotregun edhe keni ky si personi që ta shpjegon çka është Imotregu dhe çka bën. Po, jam skeptik. Tani si do bëjmë ne do Hapet me 30 janar. Tani do e majmë. Po. Tani si do funksionojë kjo? Tash në po besoj që nuk po dija me i bo këtë sfidat që të në gaming, am ju lën juve sipas dëshirës, ju i keni këto sipas dëshirës. Mundeni me bo fani, mundeni me bo seriaz, mundeni me bo ju qyshet e ndin ju që mundet me jap më shumë. Ata bëjmë tani. Mundeni me bo kudo në për shtëpi, po brenda kësaj ore dhe bëni me roll, prej parit e të poshte. Tash cili mbet numri ne ose ato po janë nisur. A po çto? Ti ditë natë krasë e kundër me, unë jam këtë krah. Apo? Veç të këshirim tash a mundën me o kap kështu ndoshta me liru
S'ka problem. Të tjera. Ndoshta ma mirë që mos me pa ju ide të tjetrit. Mundë me po jashtë të cigara. Këshirë në bashkëbisedim normal. Jo. Këto janë veç to që e pati ju që të slajnë. Do rishtu ti një orë, do vim të bëjmë këtu pas taj, apo qëfar? Unë po besoj milion juve vetë ju me bo, besoj e keni ma të lirë. Këtu e keni kry punën bashkë. Kështu që veç delni për 5 minuta, dalon edhe ju këthejnë. A dorim për asoj kamerë dhe për direkt? Logaret e 1 minutë me bo komplet. Do shta 30 sekunda, 1 minutë juve që shumë një mërë me. Dhe që në po. Personi A, do me thënë duhet të ndani A edhe B. Njona mundet më bo personi privat, për shambull Benita mundet më bo shikja. Edhe te i tregon se ka persona, ja tregon në aplikacionin i më tregon edhe i thu. Kjo është aplikacioni, mund është ti me fut këto banesën tonë dhe ki përfitim që shto nuk ki kostë, nuk ki ko klienti e ka ma pëllaj me gjithë, po më varët që në tani ju rollet. Do me thonë që të sanë, vështirë. Hajde të. Apigjen që kjo, që oja, do me thonë është agenti i motregut, po, edhe është i knashëm. Oja është agenti që ka shumë banesa dhe do me qitë diku mi shqit, po do me pas sa ma shumë kërkesa. E tash nuk po din qysh me pas sa ma shumë kërkesa me shqit banesa, për shumë kushtrimi do me shqit banesë, po do me pas sa ma shumë kërkesa. Tash bëja, Olva, në këtë rast, të tregon që Qysh me abo? Mund është me fut në këtë aplikacionin këto. Që të marrë vesh për i motregu më shumë të fiksaj? Une do me thonë jam agent imobilior, jo i motregut, po jam kështu privat, edhe jam të dosh me gjithë një zhjidhje. Tash Olva në këtë rast është që e ka njoft. I motregun e një, dym për i motregun, ta shpegon. A pe kupten, Ol? Të kuptojnë, dhe me sonë sa ma shumë lojka, kur del një piktuit, nështë ju ka mungu telefoni me telefona iPhone 17 që për maksa. Me prezentu kështu live. Për 5 minuta, në veç dalë ju vini këto. Po vini këto e prezentani. Tani ju e bani në kreativ vetë ju që atëni me vo. Varet për juve. Dëgjo, shujtë është, dëgjo. Unë jam, Lamino. Përshëndetje, unë punoj në imotreg. Veç që kështu. Përshëndetje si. Do është mu bazun këta? Pa tjetër, investor. Ne, unë jam Blers, unë e Blej. Ti to me thonë Blerë, si kë aj që... Prezentoj gjitha, e prezentoj. Kështu që për 5 minuta... A mo ti tut me përmen. Po vishone du na mu largu për këtujt. A ja, qëkojnë. Jo i bëni vetë, edhe pasaj ju ndohet rjetët sociale. Ej, go, shumë e ke prezentu mjëra, bravo. Pa i nderës, ka në smin. Unë e thamë, jam fut në imotreg dhe... Shuve se punin kjo? Jam fut në imotreg, po këti se anin. Jam fut në imotreg dhe e kam po një banes,